Në një ceremoni të mbushur me emocione dhe respekt, nëpërmjet u dorëzua titulli Qytetar nderi i Përmetit, akorduar pas vdekjes për doktor profesor Ilir Ohrin, një prej figurave më të spikatura të mjekësisë shqiptare. Ky vlerësim vjen si shenjë mirënjohje për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në fushën e anestezisë, reanimacionit. Nderimi me titullin Nderi i Qytetit të Përmetit është një vlerësim që nderon jo vetëm punën, por edhe kontributin e Ilirit në përkushtimin ndaj njerëzve dhe shembullin që ai la nga pas. Kolegët kujtuan profesionalizmin dhe përkushtimin e Ohrit. Ai është një nga themeluesit e shërbimit modern të anestezi reanimacionit dhe ka qenë drejtues i tij për 30 vite. Një ditë padyshim e paharruar për familjen, për ne miq shokët që kemi punuar një të tërë me Ilirin. Iliri të bënte që të dije si të mendoje. Përfaqësuesit e Bashkisë së Përmetit theksuan se ky titull është shprehje e mirënjohjes së qytetit. Ka njerëz që me punën dhe përkushtimin e tyre lënë gjurmë që nuk zbehen me kalimin e kohës. Profesori Ilir Ohri është një prej tyre. Ceremonia u mbyll me mesazhe vlerësimi dhe respekti për figurën e doktor profesor Ilir Ohrit, ndërsa të pranishmit nënvizuan se kujtimi dhe vepra e tij do të mbeten një frymëzim për brezat e ardhshëm dhe një krenari e përhershme për Përmetin.